Ibadallah, o ju rob të Allahut, nahnu fi shahri turfa'u fihi al-a'mali ila Allahi azza wa jall. Më të vërtetë, o ju vëllezër, ne jemi duke përjetu muajin të cilën në këtë muaj ngritën veprat tek Allahu azza wa jall. Kur muslimani ndëgjon këtë fjalë, që më të vërtetë veprat e tona që na i bëjmë në këtë muaj, Allahu azza wa jall brenda vitit e ka zgjedh një muaj që ngritën veprat për tek Allahu, e ky muaj është që ngritën veprat për tek Allahu, muaji Shaban. Idhen fahdharu wa'tanu bi'amalikum. Andaj ti që ndëgjon këta, jepi kujdes, jepi rëndësi veprave të tua, se çka po vepron në këtë muaj. Kujdes ditët e tua që çka po bën, nga se çdo ditë ngritën veprat për tek Allahu azza wa jall. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: "Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mali ila rabbil alamin." Më të vërtetë, ky është muaji i cili ngritën veprat e tona tek Zoti i gjithë botrave. Shiko, profeti jon sallallahu alayhi wa sallam, pas që po na tregon që më të vërtetë ky është muaj të cilën ngritën veprat për tek Allahu azza wa jall, po tregon pejgamberi për veten e tij që dha ai është duke mundu që veprat e tij t'i ngritë tek Allahu duke qenë me diçka edhe më e mirë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa habbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun." Dhe unë dëshiroj dhe është e dashur për mua që kur ngritën veprat tek Allahu azza wa jall, vepra jame tjetë me agjerim. Shiko, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj po i veçan veprat e tjera me çka me agjerim. Po thotë që let ngritën tek Allahu azza wa jall veprat e mia, veprat tjera, adhurime tjera, dhe unë duke qenë agjerueshëm. Po ja përcjell Allahu azza wa jall, po ja jep Allahu azza wa jall gjitha veprat tjera, po ja mbështjell me agjerim. Ibadallah, o ju rob të Allahut, fi hadhi ash-shahri fala tahmil hiqdan ala ahadin. O ju rob të Allahut, në këtë muaj mos moj inati me askënd. Pse mos më mojt inati me askënd? La tamna a'malaka an tarfa'a ila Allah bisabab an-nas. Mos ndal veten ton, mos ndal veprat e tua që mos më ngritur tek Allahu shkaku i njerëzve. Mos moj inati me njerëzit. Unë si foli migjes, unë si foli filanit, unë si foli vllaut, unë si foli ti. Mos nxen Ramazani dhe ti duke mos fol me persona. Nga se në këtë muaj ngritën veprat tek Allahu, mirë po në qoftë se ti ki inati me najkon dhe nuk flet me dikon, dije mirë që veprat e tua nuk ngritën. Dhe për këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل يوم الخميس والاثنين فيغفر الله في ذلك اليوم إلا مشرك وشحناء. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të vërtet paraqiten, ngritën veprat çdo ditë tek Allah. Pastaj po thot, në ditën e ejte dhe në ditën e hën, ato vepra ngritën tek Allahu azza wa jall. Allahu i shikon ato vepra dhe i fal të gjithë në ato ditë, përveç atyre që janë mushrik, që bojnë shirk në Allah azza wa jall, përveç atyre që adhurojnë dikon tjetër, lutën, mbrojtën, strihimin e bojnë në dikon tjetër përveç Allahut. Wa shahna'u, dhe ata të cilët nuk flasin njëri me tjetrin, ata të cilët kanë inati njëri me tjetrin, nuk ja shrin dorën njëri me tjetrin me fol, Allah azza wa jall nuk dan me fal dhe nuk dan me i shiku veprat e tyre. Subhanallah. Po e dhimbshëm është kjo, o ju vëllezër, derisa ka në hadith, thot Allahu azza wa jall li shahna'i fayuqal irku hadaini hatta yastalihan. Lani këto dy deri sot pajtoheni. Davon deri sot ti fol vllau ton, atëre veprat ngritën tek Allahu azza wa jall. Shiko, o ju vëllezër të nderuar, o ju xhamat, muajin të cilën na jemi, ja është muaji të cilën ngritën veprat, apo mirë po në qoftë se na kemi inati me ndaj person, kemi inati familje, kemi inati me kujshi, kemi inati me filanin dhe halanin, nuk flasim me ata, nuk flasim me këta, dije mirë që veprat nuk ngritën tek Allah. E çush po dan
më nxon Ramazani, ndërsa ti nuk flet as me miq, as me vlla, as me familje, apo edhe me njerëz të tjerë. E veprat ngriten tek Allah në këtë muaj, ndërsa ti nuk flet me askënd. Ndalosh që mu ngrit veprat tek Allah. Shkaku i kojna, shkaku i njerëzve, boj mirë, shtrija dorën, foli, mos mboj inati, mos e shkatra vetën tonë për çefin e dëkojna. Thuaj unë du mu ngrit veprat e mia, se shiko çka po thot pejgamberi. Kret, në çdo ditë ngritën, të hanën tete ngritën. Mirë po, Allahu mushrikut dhe ai i cili nuk flet, ka inati, nuk flet me persona caktun, Allahu thot, nuk du mi po këta vepra. Leni derisa ata të pajtohen. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. Ndëgjej këtë hadith, një burr tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti i tha, cila vepër është më e dashur tek Allahu azza wa jall? Cila vepër është më e dashur tek Allahu azza wa jall? Cila vepër është më e dashur tek Allahu azza wa jall? Pejgamberi po thot, vepra më e dashur tek Allahu azza wa jall është që me e gëzu vllahun tan, me i dhon lumturi vllahut tan. Mos moj inati me vllahun tan. Vepra më e dashur tek Allahu koka me but lumtur vllahun tan, mi fol atij. E të lumtur me bu është edhe mi dhon përshëndetje, selam, edhe mi fol, edhe mi ashtri dorën, edhe me thirr neje e kështu të me radhë. Mi po kur themi vepra më e mirë, më e dashur, çka na kupton? Që kjo vepër ngritet tek Allahu azza wa jall. Në hadithin që e thanë në pak minuta. Pejgamberi po thosh muaj që ngriten veprat, e nuk ju ngriten veprat atyre që nuk folin njëri me tjetrin. E vepra më e dashur që na me kuptu, na von çka vepra më e dashur, ko ka vepra që ngritet tek Allah. Çka me but lumtur vllahun ton. Fali atij, përshëndet ata, bushqesh atij, sadaka është edhe mi bushqesh. Subhanallah. Vajib kemi obligim edhe me ia kthy selamin. A fol as fol, obligim e ki. Bërëm ajet kuranor, Ibn Sa'di kur fol për këtë ajetin kuranor, që ku të hipët selam me ia kthy kemi obligim, thotë se ki obligim të selam aleikum selam, kështu. Jo, me ia kthy me bushqesh, wa aleikum selam wa rahmatullah. Dhe me bushqesh ki obligim me ia kthy. Subhanallah. Ibadallah, o ju rob të Allahut. Ahabbu al-a'mali ila Allah huwa as-salah. فكيف أنت مع حب العمل يحبه الله. O ju rob të Allahut, prej veprave të mira është edhe namazi. E që shikiti punë me këtë vepër të cilën Allah e dan më së shumti. Cilën vepër përdaj ka Allah azza wa jall? Më së shumti, namazin. Qysh i ki punë ti me namaz? Kur Zoti e dan një vepër, qysh është namazi përdaj ka shumë, atëherë na jep me kuptu që çdo ditë na që e falmi namazin në këtë muaj, ngritet çdo ditë namazi jon. Kujdes. Falë namazin çysh do. E çysh i ky pastaj dhe çysh i ki punë ti me namaz. Çysh i të prit Ramazanin. Pa namaz, problem. Do të më fal namazin dhe me e prit Ramazanin, me agjëru dhe me fal namazin. Shiko vepër e cila e dan Allahu më së shumti namazin. Andaj pyete se cilën për ne çysh e kemi punë raportet tona me namaz, të cilën më së shumti Allahu azza xal e dan dhe ata që Zoti e dan ngriten ato vepra për tek Allahu azza wa xal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur. Po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi është dritë. Namazi është dritë. Yani alladhi la yusalli hayatu dhulam. Mirë, ai cili nuk fal namaz, çka jep me kuptu? Mase po thot pejgamberi namazi ku ka dritë, po ai cili nuk e fal namazin, por to çka është? Jeta e tij është errësirë. Ai nuk po dan dritë. Ai mundet me marr dritën këtë botë dhe botën tjetër me vazhdu me këtë dritë, me shka me namaz. As-salatu nur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, namazi është dritë. E përdejna nuk e falmi namazin, dine mi se valla na jemi në rësirë, na zemrën tonë tërt e kemi, e kam zemrën e mirë, jo gabim e ki, me po të zemrën e mirë kishe po dritë, kishe fal namaz, po zemrën e mirë adhuran Allahun azza wa jall. Qalbu mudhlim,
Më të vërtet ai cili se fal namazin, zemra e tij është që bën padrejti, zemra e tij është errësirë. Pastaj o vëllezër, fi qabri la yujadu nur wal akhiratihi mudhlima. Në vorrën e tij nuk ka më po dritë në qoftë se nuk e ki fal namazin. E ahireti i tij është krejt errësirë në qoftë se nuk e ki fal namazin. Vepra më e mirë që Zoti po e daj ka shumë, ko ka namazi, nur. Nur yaumul qiyame, dritë në ditën e kiametit, dritë në dynja, nur në vorrin ton. E në qoftë se nuk e fal namazin, ti jetu në errësirë, zemra jote është e errët. Vorri nuk ka me qenë i ndriçum, ahireti jot ka me qenë, da më thonë, i errët, në errësirë, pa namaz. Andaj, o ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah salatu ala waqtiha. Më të vërtet, vepra më e dashur tek Allahu azza xal është namazi në kohën e vet. Shiko, pejgamberi po thot sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur tek Allahu ko ka namazin në kohën e vet. As-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e vet. Namazi në kohën e vet. Përdesë është vepra më e dashur tek Allahu. Dinë mirë që këtë muj që ky namazi jon ngritet çdo ditë tek Allahu azza wa jall. Andaj pyet veten se çu shiki raportet te me namaz. Ibadallah, o ju rob të Allahut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur tek Allahu janë ato vepra që janë të pakta, po janë të vazhdueshme. Subhanallah. Nuk po na ranon Zoti, nuk po na ranon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vepra më e dashur tek Allahu janë ato vepra që janë të vazhdueshme edhe në qoftë se janë të pakta. E këtë muj, mos u munda, da më thonë në aspektin, një jarë me bu një ditë për në ditës me bu këtë veprat. E muj me qku mësë me bu asë një vepër. Jo, sot baje pak, nesër pak, mas nesër pak, e kështu çdo ditë ka pak. Është më e dashur tek Allahu se sa ai i cili vjen e ban vetëm një vepër këtë muj dhe i lën ditë të tjera. Jo, vepra më të dashura tek Allahu azza wa jall janë ato vepra të cilat janë të pakta, po janë të vazhdueshme. Hadhi qaida min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith është rregull për neve që na ka ardhur nga i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam. Arshadana ila an nudawama ala al-a'mal salihan walau kana qalilan. Po na drejton pejgamberi, po na udhëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po në veprat e mira edhe në qoftë se janë të pakta. Shiko pejgamberi po i mëshum, apo don veprat të mira. Muslimanët shku me marr atë hisën e madhe, ha? Vish një ditë edhe u kryu në kry, kum fali u mbo u kry, ditë të tjera laj. Jo. Pejgamberi i mëshum po na mëson, po na drejton. Po thot bëje sa një punë të vogël, ha? Vepër sale e vogël, edhe të jetë vazhdueshëm, edhe nesër të njëjtën gjatë, diçka tjetër. E marrëm një shembull e vëllezër. Vjen një person dhe jep sadaka në këtë muj. Vetëm një ditë. Monument to. Vjen një person jep sadaka vetëm një ditë. Do të thonë këtij muj që ngritën veprat tek Allah. Dhe thanëm veprat e dashura, jemi të fol për veprat e dashura tek Allah, e jep kuptimin që ato veprat e dashura ngritën çdo ditë tek Allah. Apo vjen një person edhe jep sadaka vetëm një ditë. Ndërsa vjen tjetri, jep sadaka çdo ditë, jo su ka vetëm një ditë edhe i lën 29 ditë tjera, apo 30 ditë tjera i lën. Cilo është më i mirë tek Allah? Që kjo që ka ardhur një herë dhe ka jap sadakën e tij dhe ka lënë 29 ditë pa kur gjë, apo ai i cili ka ardhur dhe çdo ditë i ka dhënë, ka një euro ka dhënë për xhami. Që kaç ka, më shumë nuk kam, një euro. Sot në zën. Çdo ditë. Ai është më i mirë. Ai është më i mirë, nga se pejgamberi po na tregon. Veprat më të dashura tek Allah janë ato vepra që janë të pakta po vazhdueshme. Çka do të thonë kjo? Ai ka dhënë çdo ditë, ka dhënë për Allah çdo ditë. Mi po ngritën tek Allahu dhe çato vepra pranohen tek Allah. Ndërsa ai i cili ndoshta
Unë nuk hi në mëshirën e Allahut apo në ato fa'alu lima yurid. Allah është ai i cili dëshiron çdo sen vepran. Na nuk himi në veprën e tij. Po mendoj çështot. Ai i cili vjen vetëm një ditë e jep. Ndoshta Allah s'ja pranon. Atë ku i keni se në të tjera se këtë ditë çdo ditë ngriten veprat tek Allahu Azza wa Jall. O ju lezër, ibadallah, o ju rob të Allahut, ما يرفع أعمالنا في هذا الشهر إلى الله ألا وهي بكلمة طيبة أي ذكر الله. O ju rob të Allahut, ajo cila na ngrit veprat e tona në këtë muaj për tek Allahu Azza wa Jall, ajo është edhe përmendja e Allahut Azza wa Jall, është dhikri. Me përmendjen e Allahut ngriten veprat tona, namazin, sadakan, leximin e Koranit, çdo gjë që e bëjmë në këtë muaj, nëse dojmë na më ngrit veprat tona për tek Allahu, përcjellë ata me çka, me përmendje Allahut, me dhikr. إن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله. Ibn al-Qayyim, Allah më shëroft e ka thonë këtë fjalë, thotë robi paraqitet në ditën e gjykimit dhe mëkatet e tij janë përpara thotë son një kodër e madhe, që nuk ta merr mendja aja kodër e madhe është bu prej mëkateve. Thotë e ka gjetë gjuhën e tij në dynjë që e ka përmend shumë Zotin, i shkatran krejt ato gjunahe, shkaku që gjuha e tij ka përmend Allahun Azza wa Jall. Subhanallah. Leqër dhikri përmendja Allahut, ta ngrit veprën, amelin salih, ta ngrit veprën e mirë, po edhe gjunahet në ditën e gjykimit, sa kodra e hudit më kanë, sa kodra të maja më kanë, dhikri përmendja Allahut me gjuhë që ki bu, krejt gjunahet tjera i shkatran. Farfuqie ka përmendja Allahut, i fshin gjunahet dhe na ngrit veprat tona salih, veprat e mira për tek Allahu Azza wa Jall. Për këta, Muadh ibn Jabali thot, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, e kum pyet të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, cila vepër është më e dashur tek Allahu? Qala an tamuta wa lisanuka ratbun min dhikrillah. Ti me qenë duke vdekur dhe gjua jote lidhur me përmendjen e Allahut. As shumë ngusht që e ka pru pe ameri punën që me të bu dobi vepra jote, me të bu dobi çdo sen ti që ki bu për Allah, po ta deri sa momentet e fundit të vdek, gjua jote jetë e lidhur me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Qala subhana, thot i latërsuari Allahu Azza wa Jall, إليه يسعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان الله. E për tek aj, Allah Azza wa Jall. Kush Zoti? Në qej. Ata përshëton ata, Zoti është dokon. Jo, kjo gabim. Ky nuk është mendimi i ahli sunetit. Zoti është mbi arshin e tij. Është mbi qej. E për tek aj ngritën fjalë, dhikri, përmendja e Allahut. Pastaj çka po thot Allahu? Wal amalu salihu yarfa'uhu. Edhe veprat e tua që për shkaktarëve që e ngrit për tek Allahu është dhikri. Përmendja Allahut. Namazin, zakatin, agjerimin, sadakan, çdo vepër, ibadet, adhurim që na e shohim në ligjin e Allahut Azza wa Jall, në fenë e tij nuk ka mundësi më ngrit vetëm se me dhikr. Dhikri është shkaktar. Pi tham kështu si tabak. A i thoni ju tabak? A, e shprehin tabak? Tabakja, çka është tabaki? Çajo është dhikri është tabaki. Që ta shot ki qefin edhe mbaje. Dhikri është tabaki që ti ngrit veprat për tek Allahu Azza wa Jall. Andaj, o ju vëllezër, në këtë muaj, nëse do më të ngrit veprat tek Allahu çdo ditë, përcjellë namazin, përcjellë leximin e Koranit, përcjellë sadakon tane, përcjellë veprën që e ban me prindit e tu mu sill mirë. Mirë respektu ata me çka? Me përmendje Allah, nga se dhikri i ngrit veprat për tek Allahu Azza wa Jall. Ibadallah, o ju rob të Allahut, min al-a'mali saliha fi hadha ash-shahr it'amu al-fuqara. Për veprave të mira në këtë muaj që ngritën për tek Allahu Azza wa Jall është
edhe mi dhon ushqim të varfërve. Ikhwani, min al-umuri dukhuli al-janna ala hiya it'amu at-ta'am. O ju vëllezër e mi, për çështjeve që njeriu e fut në xhenet, ajo është edhe ushqimi që i jep të varfërve. Qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, i'budu ar-Rahman, adharana të gjithë mëshirshmin. Wa it'imu ta'am, jepni ushqim të varfërve. Wa afshiru salam, tudkhilu al-jannata bis-salam. Dhe jepni selam, dhe më thonë njerëzve, shpërndani selamin, keni me në xhennet me paqe dhe me siguri. Shiko o ju rob të Allahut, hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, vepër e cilla ngritet për tek Allahu, pranohet dhe Allahu të bën me qenë prej banorëve të xhennetit, po fillon po thot jepi ushqim të varfërve. Mundohu në këtë muj me dhon sadaka. Mundohu në këtë muj me shy të varfërve, nga se është prej veprave të mira që e fiton rahmetin, mëshirën e Allahut, dhe pastaj Allah shoku i rahmetit, mëshirës, të bën që mi t'i pranu veprat dhe me të fut në xhennet. Ibadallah, o ju rob të Allahut, min al-a'mal allati turfa'u fi hadha ash-shahr as-siyam, prej veprave që ngritën tek Allahu azza xal në këtë muaj është edhe agjerimi, cili agjerim as-siyam Daud alayhi salam, agjerimi i Davudit, kama akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ashtu çush na ka tregu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam duke thënë: inna ahabba as-siyami ila Allah siyamu Daud, yasumu yawman wa yuftiru yawman. Vepra më e mirë, agjerimi më i mirë për tek Allah azza xal është agjerimi i Davudit. Një ditë agjerante, një ditë e prishte. Do thonë kjo është ajo vëllëzër. Elusemi Allah azza xal që të jemi për atyre që gjithë këto vepra të cilat na i cekëm që janë dashura tek Allah, na e me kuptu që këto vepra ngriten tek Allah azza xal. Ti mbajmë mend, ti veprojmë një ka një, që ti jemi të kujdesshëm, ti ruajmë veprat tona, që këto vepra të pranohen tek Allah, ngriten tek Allah azza xal në këtë muaj, e pastaj kur vjen muaji i Ramazanit, çdo adhurim që ti e ke bërë para muajit të Ramazanit, kime e ndjej vetën tonë shumë ma letë kemi kry, edhe shumë ma i gëzushëm kemi kanë, edhe kemi di qysh kemi ja buj zmetin, pse ki marë praktik për para, e ja din tani se qysh ja ki marë zanatin, e din qysh do të me vepru me ibadete dhe adhurime. Ibadallah, أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم.